Mbrëm rreth orës 19:15 në një qendër tregtare në Tetov, pjesëtar të policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov arrestuan 18 vjeçarin AS nga fshati Debërc, duke vepruar sipas raportimit të mëparshëm se rreth orës 18:40 së bashku me disa të mitur ka kryer një vjedhje në një objekt shitës në qendrën tregtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm rreth orës 20:30 zyrtar policor të Gostivarit kanë privuar nga liria 36 vjeçarin AK nga Gostivari, duke vepruar sipas raportimit të mëparshëm se ka sulmuar fizikisht ish bashkëshorten, partnerin e saj dhe nënën, dhe më pas ka tentuar t'ia marrë me dhunë vajzën e mitur, kujdestaria e së cilës i është dhënë ish bashkëshortes. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i bëhet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 16:50 në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar, zyrtarët policor të stacionit policor për siguri në komunikacionin rrugor Gostivar kanë privuar nga liria 63 vjeçarin GP nga Gostivari, për shkak se është sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i bëhet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21:50 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, 35 vjeçari BB nga Gostivari ka raportuar se djali i tij i mitur, 14 vjeçar AB, është larguar nga shtëpia. Sipas njoftimit, ka gjasa që i mituri të jetë me nënën e tij në Shkup, me të cilën denoncuesi është i divorcuar, ndërsa sipas vendimit të gjykatës, kujdestaria i takon atij, po merren masa për gjetjen e të miturit. Mbrëm pas mesnate në sektorin për punë të brendshme në Tetov, 51 vjeçaria NB nga Tetova ka raportuar se vajza e saj AB 19 vjeç është larguar nga shtëpia. Sipas kallëzimit, ka mundësi që ajo të jetë larguar së bashku me 23 vjeçarin ES nga Shkupi. Mbrëm pas mesnate në sektorin për punë të brendshme në Tetov, 42 vjeçari FH nga fshati Gajre e Tetovës ka raportuar se rreth orës 24:45 është përhapur zjarr në automjetin e tij të pasagjerëve Xheta me targa të Tetovës, i cili ishte i parkuar para derës së shtëpisë së tij familjare. Nuk ka persona të lënduar, kurse zjarri është lokalizuar nga ekipi territorial i zjarfikësve Tetov. Inspektimin në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi nga SPB Tetov.